Demokratët në Komisionin e Drejtësisë të Dhomës së Përfaqësuesve kanë zgjeruar hetimin ndaj Jared Kushner, dhëndit të presidentit Trump, duke përfshirë projektin e tij për një resort luksos në Bregdetin shqiptar. Në një letër raportuar nga MS Now, kongresmeni demokrat Jamie Raskin kërkon nga Kushner dokumenta dhe komunikime që lidhen me miratimin dhe shqyrtimin e projekteve të tij në Shqipëri, përfshirë kontaktet me qeverinë amerikane dhe shqiptare. Raskin ngre gjithashtu pyetjen nëse veprimet e Kushnerit duhet të shqyrtohen në kuadër të ligjit amerikan për praktikat e korruptuara jashtë vendit. Hetimi lidhet edhe me shqetësimet e demokratëve për një konflikt të mundshëm interesi mes rolit diplomatik të Kushnerit dhe drejtimit të firmës së investimeve Affinity Partners. Kushner njoftoi se në vitin 2024 planet për një resort në Bregdetin shqiptar. Projekti është përballur me protesta dhe kundërshtime për çështje pronësie, ndikimin e mundshëm në mjedis dhe raportime në zonën e zhvillimit. Shtëpia e Bardhi hodhi poshtë akuzat duke deklaruar se aktivitetet private të biznesit të Kushnerit janë të ndara nga angazhimet diplomatike. Affinity Partners u themelua nga Kushner në vitin 2021 dhe ka tërhequr miliarda dollar investime nga fondet sovrane të shteteve të gjirit, përfshirë Arabinë Saudite, Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Demokratat aktualisht që nuk kanë shumicën në Dhomën e Përfaqësuesve dhe përredhoi kanë mundësi të kufizuara për ta detyruar Kushnerin të dorëzojë dokumentat e kërkuara.